فهم يخافون من الجرح والتعديل لأنهم يعرفون أنهم مجروحون. Sheikh Rabia, rahimahullah, ka thonë një sfidë historike, edhe një fjalë që me të vërtet duhet mbetet në histori. Ka thonë kjo është sfidë për secilin që na kundërshton. Do të thonë ne i sfidojmë idhtarët e bidateve dhe andjeve. I sfidojmë idhtarët e bidateve në akide dhe idhtarët e bidateve politike. Dhe u themi atyre mes nesh dhe jush është selefi, pra gjeneratat e para. Mes nesh dhe jush janë librat. Do të thonë kemi librat, ti hapim librat edhe ta shohim se rruga e kujt është rrugë e shpikur dhe kujt është ajo që është pasuese e gjeneratave të para. Këtu të Mejmu' al-Fatawa, Sheikhul Islam Ibn Taymija, rahimahullah, i cili ka vdekur në vitin 728 të hijretit. Ka thonë, duke përmendur dietarët më hershëm, se ka thonë Yahya ibn Sa'id, sa'altu Malikan wa Thawriya wa Layth ibn Sa'd. Do të thonë, thot e kam pyetur Malikun, Thawrin, Sufjan al-Thawrin, Layth ibn Sa'd, Auza'in, për një njeri që është i akuzuar për në hadith dhe nuk e ka memorien e fuqishme. Do të thonë kjo është prej çështjeve më të lehta, do të thonë që nuk i mba mend mirë hadithet. Faqalu, do të thonë gjithë këta kanë thonë bejin emrahu. Do të thonë sqaroje gjendjen e tij. Tregoi njerëzve mos marrin hadith prej tij sepse mund të gaboj, nuk e ka memorien e fuqishme. Thot disa njerëz i kanë thonë Ahmed ibn Hanbelit, unë e kam të vështirë të them filani është kështu, filani është ashtu. Do të thonë të tregoj njerëz që kanë devijime ose dobësi. Ka thonë Imam Ahmedi, idha sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu al-jahil as-sahiha min as-saqim. Do të thonë nëse hesht unë dhe hesht ti, atëherë kur ignoranti do ta kuptojë të vërtetën prej gabimit, kur do t'i dallojë ato. Pastaj thotë Sheikhul Islam Ibn Taymija, ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة. Do të thonë rasti i këtij është me njerëz të bidatit, idhtarë të bidatit, të cilët kanë fjalë që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin, ose kanë adhurime, vepra që e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin. فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. Do të thonë sqarimi i realitetit të tyre dhe paralajmërimi i umetit, paralajmërimi muslimanëve për këta është obligim me unanimitet muslimanëve. Prej muslimanëve do thotë prej njerëzve të sunetit, edhe prej dietarëve dhe nxënësve të dijes edhe imamëve të diturisë, askush prej tyre nuk ka thonë që nuk lejohet të flasësh për ata që ka ndonjë bidat ose ndonjë kundërshtim ose ndonjë devijim në fjalë ose në vepra. Pra këto janë fjalët e Ibn Taymijës. Dhe Ibn Taymija kur thot me unanimitet, do të thënë ai është kompetent për të thënë se ka unanimitet për këtë që duhet patjetër të sqarohet gjendja e tyre. Dhe thot pastaj bile i është thonë Imam Ahmedit, Ahmed ibn Hanbelit, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilayka aw yatakallamu fi ahli al-bid'ah. Një njeri që agjeron dhe falet dhe bën itikaf, do të thonë rri vetëm në xhami, nuk del nga xhamia, bën ibadet shumë, a është ky më i dashur te ti apo dikush që flet kundër njerëzve të bidatit, kundër tharëve të bidatit? Ka thonë idha qama wa salla wa i'takafa fa inma huwa li nafsihi. Do të thonë nëse falet, agjeron, bën itikaf, kjo është për veten e tij. Wa idha takallama fi ahli al-bid'i fa inma huwa lil muslimin. Nëse flet kundër bidatxive, ky është dobia e këtij, është do të thonë për muslimanët, hadha afdal. Do të thonë ky është më i vlefshëm. Dhe për këtë çështje, do të thonë se ne themi se është obligim bindja ndaj pushtetarit. Edhe e themi pa frikë edhe me gojën plot, edhe themi siç tha Sheikh Rabia,
mes nesh dhe jush janë librat, mes nesh dhe jush është Kurani dhe Suneti. Edhe ta shohim çka thot për shembull Sahihul Bukhari, kjo është Fathul Bari, domethënë që është shpjegim i Sahihul Bukharit. Dhe Imam Bukhari, rahimahullah, është që ka vdekur në vitin 256 të Hijretit. Kurse shpjeguesi këtu është Ibn Hajar al-Asqalani, që ka vdekur vitin 773 të Hijretit. Imam Bukhari ka përmendur, domethënë, hadithet shumta, sepse hadithet që urdhrojnë për bindje ndaj pushtetarit janë të shumta. Dhe ka shumë Sahihul Bukharin, po domethënë nuk mund ta marr në secilin vëllim, do thotë çka ka. I mora këto vetëm në këtë vëllim që janë të mbledhura në një vend. Shikoni, këtu Imam Bukhari e ka vendosur këtë titull, kurse dietarët thonë Fiqhu Imam Bukharit është në titujt e librit. Pastaj janë hadithet që janë si argument për atë titull. Domethënë qëndrimet dhe mendimet e Imam Bukharit janë të sqaruara në që ka vendosur. Ka thonë bab as-sam'u wat-ta'a lil imam ma lam takun ma'siyah. Domethënë dëgjimi dhe bindja ndaj pushtetarit përveç nëse urdhron për mëkat. Ka transmetuar disa hadithe. Një prej tyre është nga Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir. Domethënë kush se te pushtetari i tij diçka që e urren. Domethënë diçka që e urren, që domethënë që nuk është në pajtim me Kur'anin dhe Sunetin. Nëse ato që i bën pushtetari janë pajtim me Kur'anin dhe Sunetin, janë në pajtim me shariatin, dhe dikush e urren këta, domethënë me të urrejsh diçka prej fesë Allahut, është kufër. Por këtu thot kush se te pushtetari i tij diçka që e urren, domethënë që është në kundërshtim me fenë e Allahut, pa dyshim. Fel jasbir, le të duroj, domethënë nuk lejohet ngritja, kryengritja do thot kundër tij, edhe heqja e bindjes ndaj tij. فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية. Sepse secili që e kundërshton xhamatin dhe largohet, domethënë sa një pllumb dhe vdes, atëherë vdekja e tij është vdekja e xahilietit. Pse është vdekja e xahilietit? Sepse në kohën e xahilit, është prej mesailul xahilije, është që nuk kanë pranuar të ketë pushtetar, por secili kryen veti, domethënë e kanë dashur anarkin, edhe e kanë dashur mendemadhsinë e kështu me radhë, nuk kanë pranuar që të kenë për mikok pushtetar. Gjithashtu transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslimi fima ahabba wa karih. Domethënë dëgjimi dhe bindja është obligim ndaj njeriu të musliman në ato që i do dhe ato që i urren. Ma lam yu'mar bi ma'siyah, përveç nëse urdhrohet për mëkat. Domethënë i dëgjova ose lexova në kohën e fundit që manipulojnë me këta. Domethënë vetëm nëse ti urdhrohesh për mëkat, atëherë kur je urdhruar për mëkat, duhet ta kundërshtosh mëkatin. Fa idha umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a. Nëse urdhrohet për mëkat, atëherë nuk ka dëgjim dhe nuk ka bindje. Kurse si tham të hadithi paraprak, në Sahihul Bukhari, nëse she diçka të prisi që nuk të pëlqen, që e urren, domethënë, atëherë ki durim, domethënë bën durimtar dhe i bindur ndaj tij, sepse nëse largohesh prej bindjes, atëherë vdekja është si vdekja e xahilietit. Në fillim të librit Kitabul Fitan, domethënë për hadithet që flasin për fitnet, thot babu qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam satarawna ba'di umuran tunkirunaha. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shihni pas meje, do të thotë te pushtetarët, do të shihni gjëra që ju i mohoni, domethënë që nuk janë prej islamit. Ka thënë, pra transmetohet nga Abdullah ibn Zaid se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë isbiru hatta talqawni ala al-hawd. Do të thonë duroni derisa të më takoni te haudi. Gjithashtu transmetohet nga pra me zinxhir nga
Abdullah ibn Omer radhiyallahu anhuma thot, na tha i dërguari i Allahut, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Ka thënë do të shihni pas meje athara. Dhe fjala athara do të thotë që kur pushtetari i jep përparësi interesave të veta dhe i shkel të drejtat e tua, do të thonë ose të drejtat e popullit, pra bën padrejtësi. Athara, do të thotë padyshim se ky pushtetar nuk gjikon sipas shariatit. Do të thonë se me gjiku sipas shariatit e çon secilin hak në vendin e vet. Mirë po këtu thotë do të shihni se do të japin përparësi interesave të veta dhe do të shihni vepra që i mohoni, i kundërshtoni, domethënë, që nuk janë të sakta sipas Kuranit dhe Sunetit. Kanë thonë sahabët, fema ta'muruna ya Rasulullah, çka na urdhron, o i dërguari i Allahut? Ka thonë, addu ilejhim haqqahum, was'alullaha haqqakum. Domethënë, ju çojini në vend hakun e tyre, do të thonë obligimin ju që e keni, çojeni në vend dhe lutjeni Allahut për hakun tuaj. Është transmetuar nga Ubada ibn Samit. Tregohet kur ka qenë i smur Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu, thot i kanë thonë njerëzit, na tregohet diçka prej haditheve që i ke dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka ka thonë Ubada ibn Samit radhiyallahu anhu në këtë situatë? Ka thonë da'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fabay'nahu. Do të thonë na thiri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ne ja dham besën. Prej asaj që na mori besën, do të thonë na kërkoi që t'ja japim besën, është an bay'na ala as-sam'i wat-ta'a. Do të thonë ja dham besën që do të dëgjojmë dhe do të bindemi fi manshatina wa makrahina. Do të thonë për ato që i duam dhe ato që i urrejmë. Wa usrina wa yusrina. Wa atharatin alejna. Edhe kur është e lehtë situata, do të thonë është lehtë me çun vend bindjen ndaj pushtetarit, edhe kur është vështirë. Dhe atharatin alejna. Edhe kur ka, do të thonë kur na shkelet haku. Do të thonë në këto situata në gjitha, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të bindeni wa alla nunazi'a al-amra ahlahu, dhe mos të garojmë, do të thonë mos të shtyhemi me pushtetarin për t'ia marrë pushtetin. Do të thonë ndalimi i rebelimit. Illa an taraw kufran bawahan 'indakum min Allahi fihi burhan, përveç nëse shihni kufër të qartë, që është si drita e diellit, do të thonë shumë i qartë se është kufër dhe që për të keni argument para Allahut subhanahu wa ta'ala. Në Sahihun e Muslimit, kjo është shpjegimi i Hafidh an-Nawawi rahimahullah. Edhe është karakteristika e Sahihut Muslimit është që nuk ka tituj. Do të thënë vetëm i ka radhitur hadithet, kurse titujt pastaj ka vendosur Nawawiu. Pastaj Hafidh an-Nawawi ka vendosur një titull tjetër në këto hadithe tjera që vijnë, al-amru bis-sabri ala dhulmi al-wulat wastitharihim. Do të thënë urdhri për ta duruar padrejtësinë e pushtetarëve. Edhe kur ata i japin përparësi vetvetes. Edhe ka përmendur këtu Imam Muslimi disa hadithe. Dhe një hadith i njohur për të cilin Hoxha Qëndrimi Ashari me të cilin tallet. Do të thënë hadith që me të tallet Qëndrimi. Edhe tallja me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu është kufër. Do të thënë tallja me, nëse ai e di që këtë fjalë ka thonë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe tallet në atë mënyrë, Allahu na ruajt prej asaj gjendje. Por ndoshta edhe nuk e di se është hadith, ndoshta, Allahu alem. Është hadith i gjatë që transmeton Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Do të thënë këtu e ka përmendur Imam Muslimi me zinxhirin e tij nga Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Thot كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. Pra njerëzit e pyetnin pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për të mirën, kurse unë e pyetja për të keqen, me khafata an yudrikani. Do të thonë nga frika se mos bie në të keqen, mos më kaploje keqja. Edhe thot, i thash, o i dërguari i Allahut, ne ishim në xahiliet, edhe në gjendje të keqe. Dhe Allahu na i solli këtë mirësi. Fa hal ba'da hadha al-khair sharrun? Do të thonë do të ketë
do një të keqe pas kësaj të mire. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po, ka thonë yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wa la yastanuna bi sunnati. Do të thonë do të ketë pas meje pushtetar të cilët nuk ecin sipas sunetit tim dhe nuk udhëzohen sipas udhëzimit tim. Dhe në mesin e tyre do të ketë disa njerëz që i kanë zemrat e shejtanëve në trupat e njerëzve. Thotë, kjo është gjendja e tyre. Kjo është gjendja e këtyre pushtetarëve. Do të thënë realisht kanë zemrat e shejtanit në trupat e njerëzve. Mirë po, çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Se ka thonë Hudhaifa, si të veproj nëse ndodh kjo kohë, ka thonë tasma'u wa tuti'u lil amir. Do të thënë dëgjon dhe i bindesh pushtetarit. Shikoni, do thotë ky është i njëjti hadith. Do thënë ne nuk themi se kur pra është obligim të bindemi pushtetarit, do të thënë se ai është Ebu Bekri ose Omeri ose Uthmani ose Aliu. Por do të thënë ka mundësi që me të vërtetë është shumë i keq. Mirë po bindja ndaj tij, do të thënë bindja ndaj tij do thotë mos shkaktimi i rebelimit dhe trazirave. Ky është qëllimi. Do të thënë këta e bëjmë për shkak se na ka urdhëruar Allahu dhe na ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këta njerëz, ka thonë tasma'u wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk. Do të thonë ta dëgjosh dhe ti bindesh pushtetarit edhe nëse të rrihet shpina, wa ukhidha maluk, edhe të merret pasuria, fasma' wa ati'. Dëgjoj dhe bindu. Pra ta dëgjosh dhe ti bindesh pushtetarit, edhe nëse të merret pasuria dhe të rrihet shpina, dëgjoj dhe bindu. 2 herë ka përsëritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kurse vjen kjo, do të thënë ishte Sahih Muslim. Vjen qëndrimi Ashari, thot Ama ata çka thonë? Ama ata, kush janë ata që thonë? Do të thënë kështu publikisht nuk janë banë ta përmendin kush janë konkretisht kush është ai, kurse në rrethe private thonë rëbjovcat. Rëbjovcat thonë dëgjoj isma wa ati'. Do të thonë Sahih Muslim, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë Hudhaifa radhiyallahu anhu, dëgjoj dhe bindu. Edhe ka përkthen. Ama ata çka thonë? Isma wa ati'. Ngo edhe bindu, edhe nëse krijetari ta merr pasurinë edhe ta rrej shpinën, apo dhe ma ka kinit edhe grujnë ta morë dhe fëmijën, ti ngoj ata. Dhe ma ka kinit edhe grujnë ta morë dhe fëmijën, ti ngoj ata. Pani se Allah e ka po me ju bind ati, jo besu ka po me ju bind. Do të thënë kjo është tallje me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si tham, nëse e di që këtë fjalë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë Allahu na ruajt prej gjendjes së tij, por shpresoj që është ignorant, edhe nuk e di se çka i del prej kokës, edhe nuk e di se çka flet, edhe ndoshta arsyetohet me ignorancë. Përndryshe, nëse thot se e di shumë mirë, atëherë le ta di se duhet të kthehet në Islam. Do të thënë kështu, kjo tallje me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shumë e rëndë. Edhe kjo është ti sjellësh shembuj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë kur të urdhron diçka, atëherë ky i sjell shembuj për ta refuzuar. Si, do të thënë edhe kjo nëse ndodh edhe kjo nuk lejohet në Islam. Pyetjet do thotë që nuk kanë ndodhur, nuk lejohet të parashtrohen, sepse sjellin vetëm dëm. Për shembull, si thot Ibn Battah në këtë libër Al-Ibana Al-Kubra, edhe ka përmendur pika cilat janë rrugët e sunetit. Ka thonë terku sual amma la ya'ni. Do të thonë largimi prej pyetjeve që nuk janë puna jote, më thonë. Pra nuk janë çështje për cilat duhet. Nëse të ka ndodhur diçka, atëherë shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shkon te dietari, edhe thum ka ndodhur kështu e kështu. Cili është gjykimi i shariatit për gjendjen time? E jo kur vjen argumenti i shariatit me bë pyetje, sepse thot pra Ibn Battah këtu, i'lamu ikhwani anni fakkartu fi as-sabab alladhi akhraja aqwaman min as-sunnati wal jamaa. Thot dijeni o vëllezërit e mi se un kam analizuar
cili është shkaku që i ka nxjerrë disa njerëz prej sunetit dhe xhamatit dhe i ka futur në bidate të shëmtuara dhe u ka hapur derën e belave dhe do të thënë zemrave të tyre u ka hapur derën e belave dhe u ka penguar dritën e hakut. Cili është ky shkak? Do të thënë që njerëz i kanë nxjerrë nga suneti, i ka futur në bidat, edhe ja ka mbulu syt, nuk e shohin dritën e të vërtetës. Ka thënë ahaduhuma, shkaku i parë, al-bahthu wat-tanqir wa kathratu as-su'al amma la ya'ni wa la yadurru al-aqila jahluhu. Domethënë, hulumtimi dhe pyetja për çështje që nuk janë reale, domethënë cilat nuk janë të rëndësishme për personin. Edhe që njeriu të mençur nuk i bën dëm nëse nuk i di ato. Domethënë kjo bëhet fjalë jo për kështu sikur ky shembull kundër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nëse bën pyetje që nuk ka ndodhur, i bën vetëm. Nëse ndodh kështu si duhet të jetë. Kjo është ndaluar në shariat. Mos flasim kur vjen argumenti si duhet të veprosh, ti thosh më bën kështu. Do të thënë kjo është edhe më e rëndë. Për si shembull, për këtë do të thënë se njeriu mund të sprovohet në veten e tij. Nëse bën pyetje të këtilla, është një hadith, është i gjatë hadithi, do t'ja tregoj kuptimin vetëm, përndryshe hadithi është në Sahihun e Buhariut, numër 4745 dhe në Sahihun e Muslimit 1492. Këtu përmendet se Uwaymir i ka thënë Asim ibn Adiut, pra pyete pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çka më vepru nëse e gjej unë gruan time me një burr tjetër. Se si dihet në rregullat e shariatit, nëse e vras, atëherë unë vritem, dënohem. Nëse e le, ka në tjetër transmetim, nëse e le ashtu, atëherë është diçka që nuk durohet. Do të thënë si të veproj, edhe pse nuk i ka ndodhur kjo. Dhe Asimi ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e ka pyetur, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka urryer këtë pyetje. Edhe është, do të thënë ka tregu mos pajtim dhe zemrim. Edhe Asimi është largu, do të thënë i ka ardhur shumë turp pse e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në këtë mënyrë. Pastaj kur ka shku në shtëpi, i ka thënë Uwaymiri, çka u përgjigj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai ka thënë, unë nuk pas hajër prej teje. Do të thënë ti më fute në gjendje të keqe. E pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe ai e urreu këtë pyetje. Atëherë ka thënë do ta pyes unë. Pastaj ka shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E ka pyetur prap pyetjen e njëjtë. Ka thënë si të veproj nëse e gjej gruan me një burr tjetër. Nëse e vras, do të thënë ju do të më vrisni. Nëse e lën nuk mund, do të thënë do të jetoj një jetë që s'mund ta duroj ose kështu me këtë kuptim. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë për çështjen tënde ka zbritur Allahu ajete. Edhe ato ajete janë që të mallkohen, do të thënë ta denoncoj gruan edhe të tregoj të betime kështu me radhë si janë rregullat. Atëherë kur është kthyer në shtëpi, e ka gjetur gruan me burr tjetër. Do të thënë për këtë pyetje që ka insistu, do të thënë i ka ardhur kjo ndodhi. Edhe prandaj dietarët e përmendin këtë ndodhi që nuk lejohet pyetje të këtilla me bë. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah është në Majmu' al-Fatawa, ky është vëllimi 35. Thot bindja ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është obligim për secilin njeri. Dhe bindja ndaj pushtetarëve është obligim për shkak të urdhrit të Allahut që t'i bindemi atij. Prandaj kush i bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ju bindur pushtetarëve, atëherë Allahu e merr përsipër ta shpërblejë atë. Do të thënë se Allahu e ka urdhëruar dhe për këtë çka ka i bindet. Atëherë shpërblimi i tij është tek Allahu. Por nëse dikush i bindet pushtetarëve vetëm për shkak të pasurisë ose dunjas që e merr prej tij, kur t'i japin ata pushtetar, kur t'i japin atëherë u bindet. Nëse nuk i japin, i kundërshton, atëherë në ahiret nuk ka asnjë hise. Edhe thot, atëherë përmend këtë hadith se 3 vetave nuk ju flet Allahu subhanahu wa ta'ala,
ditën e gjykimit, që ishte një njeri që i bindet pushtetarit vetëm për dunja. Më thonë, bindja ndaj pushtetarit është për shkak të urdhrit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Prandaj, do më thënë, këtë menhej e kanë pasur sahabët gjithashtu. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ka thënë: "Amarana akabiruna min ashabi Muhammedin alla nasubba umara'ana." Do më thënë, na kanë urdhëruar të mëdhenjt tam prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që mos i shajnë pushtetarët. Wala naghushhum, edhe mos i tradhtojmë. Wala na'siyhum, edhe mos i kundërshtojmë në urdhrat e tyre. Wa an nattaqiya Allaha wa nasbir fa innal amra qarib. Dhe ti kemi frikë Allahut dhe ti jemi durimtar, të qëndrueshëm, sepse shumë shpejt vjen vdekja, vjen ahireti, domethënë. Pra këto në dunja çka ndodhin pa drejtësi e kështu me radhë, nuk duhet ne të harrojmë urdhrin e Allahut edhe të luftojmë për dunja. Por durojmë si na ka urdhëruar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse çështja vjen shumë afër. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë: "Ejuhan nas, aleikum bit ta'ati wal jama'a." O njerëz, e keni obligim bindje ndaj pushtetarit dhe ruajtjen e xhamatit. Fa innaha hablullahi alladhi amara bihi, sepse kjo është litari i Allahut për cilin ka urdhëruar Allahu. Wa ma takrahuna fil jama'a khairun mimma tuhibbuna fil furqa. Edhe çka urreni kur janë muslimanë bashk me pushtetarin, do të thonë, është më e mirë se ajo që e doni në përçarje. Do të thonë, më mirë se sa mendoni se do të fitoni nëse ngriheni kundër pushtetarit. Dhe kush ka kundërshtim, atëherë duhet patjetër të sjell argumente. Patjetër i drejtohemi me fjalën e Allahut: "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Pra tregoni argumentet nëse jeni që e thoni të vërtetën. Përndryshe, këto fjalë edhe këto tallje me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pa marrë parasysh që i manipulon njerëzit që i ke përpara, që nuk e dinë se kjo është fjalë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ti thu këta thonë, si ka thënë Qëndrimi ose si ka thënë Sadullah Bajrami, fjalë të këtilla, edhe kanë sjell disa manipulime se bindja është vetëm kur urdhëron për të mirë. Kjo është e vërtetë. Do të thënë, bindja ndaj pushtetarit vetëm nëse urdhëron diçka që nuk është mëkat. Nëse urdhëron diçka që është mëkat, atëherë nuk ka bindje ndaj askujt për të bërë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Por edhe nëse është pushtetari i këtill, nuk lejohet rebelimi kundër tij, sepse kjo shkakton gjakderdhje, prishje të ekonomisë, humbje tjetrave të shumta e kështu me radhë. Për këtë shkak këtë udhëzim na ka dhënë libri i Allahut dhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe për këtë jemi falënderues dhe mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe ne i bindemi plotësisht fjalës Allahut. Pa marrë parasysh sa mundohen të manipulojnë me emocione, edhe këto emocione janë në këtë mënyrë që thonë, do të thonë kështu, e bëjnë si përqeshje, si i bindesh filanit, si këta janë bashkëpunojnë me këtë, janë me atë. Do të thonë, këto janë vetëm propaganda të kota. Do të thonë, për një vepër në fenë e Allahut duhet argument. Sillni argumentet nëse jeni që e thoni të vërtetën. Atëherë, vinë njerëzit dhe i thoni Imam Ahmedit: lutu kundër Mu'tasimit. Çoj dur tash e ki vakun, çoj dur kundër Mu'tasimit. Atëherë Imam Ahmedi thot: jo, të dhune ja bëj halal për do vepra që i ka bë Mu'tasimi. E thon: as po lutesh tash kundër Mu'tasimit? Thot: jo, Mu'tasimi e ka shliru filan venin, e ka shliru filan venin, i ka limu musliman të dje, e kështu me radhë. A mune para në dhezër kësi shpirti? S'mune me marrë. Muhabet e mune me ba, qaj mune me pi, e kështu me radhë. Mi po kjo dhezër është nivelli madh i imanit. Ky njëri ka rrej me dorën e vetë, o konte e mytë. Ta dëgjosh dhe t'i bindesh pushtetarit, edhe nëse të merret pasuria dhe të rrihet shpina, dëgjo dhe bindu. 2 herë ka përsëritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe për çka? Për çfarë thirrje? Për diçka që s'ban me pranu ata.
Kur'ani është fjalë Allahu xhela krijuar, çka mundsi më thon. Megjithatë, ka bo sabër dhe nuk ka bo dua kundër atyre. Por këtu thot kush te pushtetari I tij diçka që e urrejn. Do të thonë që është në kundërshtim me fenë e Allahut. Pa dyshim. Fel jasbir, le të duroj. Do të thonë nuk lejohet ngritja, kryengritja do thot kundër tij, edhe heqja e bindjes ndaj tij. وهؤلاء نأتي بكتب السلف، نأتي بالقرآن، نأتي بالسنة، نأتي بكتب البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وما ألفه أحمد وما ألف غيره، نأتي بها. ومن هو على طريق هؤلاء ومن ينابذهم ويخالفهم؟ كما تحدى الله اليهود أن يأتوا بالتوراة بجاء التوراة فضعتهم، نحن نتحدى هؤلاء أن يأتوا بكتب السلف لتفضح المبتدع منا أو منهم وتبين من هو المنحرف، أنحن أم هم؟ هل يستطيعوا أن يتحدونهم؟ هل يستطيعوا أن يفتحوا أفواههم بمثل هذا الكلام؟ نحن نملأ أفواهنا بكل شجاعة، نتحدى كل من يقول إننا على خلاف منهج السلف الصالح.